Mirë se erdhe në këtë temë të parafundit të Dalina Show për vitin 2025, Jona Mirëmbrëma. Ti e di që është tema parafundit? Po. Je informuar. Herën tjetër ka vendosur që bëjmë një temë të lirë, siç e bëm herën e kaluar, që ishte shumë interesante në fakt, se na ndodhen edhe të papritura me atë çiftin. Kështu që e lam ta mbyllim, por para se ta mbyllim me nder në datën 18 dhjetor, vendosa që ta mbyllim me nder me ndjekësit tanë më të mëdhenj që janë diaspora, që janë emigrantët. Ato na kanë ndjekur gjithkohës, na shkruajnë, edhe është një faktor shumë rëndësishëm, pra janë shumica e ndjekësve tanë janë nga diaspora, dhe unë doja që të fokusohesha prapë në një nga pjesët e tyre më të rëndësishme dhe për shumë prej tyre dhe më të errta të gjithë historisë së emigracionit, që është viti i parë. Unë erdha dhe pak e frymëzuar nga viti i parë, sepse kam gocën që sapo i kam çuar jashtë dhe u rikujtova dhe vetë vitin tim të parë, që unë e kam thënë s'është e nevojshme ta them më, tek monologu që bëra para në sezonin e kaluar, por që viti i parë është një vit i rëndësishëm dhe është një vit i pasigurt, i pasigurisë, është një vit i paqartësisë. Ti shkon me shpresa për diçka, ndërkohë shkon edhe me ëndra, ndoshta tani çik më pak sepse ka shumë informacion, po dikur njerëzit shkonin pas lloj informacioni dhe ndoshta vetëm me ëndrat e çfarë serviret në kinema apo në letërsi apo në histori. Dhe nuk gjejnë, pastaj është larg shtëpisë. Shkojnë edhe të detyruar ndonjëherë. Detyruar, po. Jo vetëm me ëndra siç kanë qenë më përpara. Unë jetoj praktikisht me emigrantët nga unë në të premte për shkak të punës, dhe kjo dinamik jam shumë e njohur me procesin që kalojnë. Marrin shumë nga këta që sa kanë shkuar? Sa kanë shkuar jo, po në vitin e dytë ose të tretë aty fillon edhe e ndjen më shumë. E ndjen më shumë ato distancën e jetës që kanë bërë këtu edhe si janë atje. Pastaj përshtaten apo var nga mosha? Ka që përshtaten, ka që edhe kthehen. Po janë shumë pak ata që vendosin të kthehen, sepse kanë edhe pjesën që si do gjenden këtu. Një frikë akoma më e madhe, që edhe pse kanë dëshirën, prap kanë frikën e qëndrimit dhe rikthimit, se si situata mund të kenë ndryshuar, nuk janë më njerëzit që kanë lënë këtu njësoj. E çuditshme është fakti me që the për njerëz që marrin kërkojnë terapi, që kjo është një temë, nuk është një temë që ka sekrete të mëdha, sekrete të errta familjare, trauma, dhe prap edhe sot telefonuesit duan të jenë anonim. Pra, duan fshehin identitetin, nuk duan që ta marrin vesh të tjerë, ndoshta sepse i kanë thënë familjarëve, i kanë komunikuar që janë mirë, që çka po shkon mirë, dhe nuk duan ta thonë këtë gjë publikisht, apo jo, kjo duhet të jetë arsyeja. Ka gjithmonë një frikë për të folur publikisht dhimbjen tënde. Është drejt. Por gjithsesi, anonim apo jo, ne kemi historitë dhe kjo është e rëndësishme. Kemi historinë e parë, është një zonjë 40 vjeçare në Kanada, e cila sapo ka shkuar atje, është emigrante e freskët dhe nuk po përshtatet dot. Në fakt ka qenë më shumë dëshirë e bashkëshortit të saj dhe ka dhe një vajzë 11 vjeç, por që nuk e gjen veten atje dhe vazhdon ka dhimbje, ka marrë malli për këtu. Historia e dytë pastaj është një vajzë 25 vjeç në Shtetet e Bashkuara të Amerikës që ka humbur vetbesimin profesional dhe ajo kishte një punë të mirë dhe atje pastaj është detyruar të provojë disa punë, duke filluar nga një nga magazina më të mëdha, mapët më të mëdha që quhet Walmart, dhe aty je një shitse e zakonshme, ndërkohë që këtu punonte në Zyrë, kishte mbaruar shkollën, kështu që kishte ky shoku. Pas kemi një mashkull, kemi një zotëri që ka 2 vite në Amerikë dhe sot është duke pritur të marrë pasaportën dhe është në prag divorci. Nuk janë histori shumë optimiste, por keni parasysh që është vetëm viti i parë. Kështu që kemi pasur dhe histori të tjera plot, gjatë mund t'i ndiqni, keni Dalina Show në playlist në YouTube në Andale, mund të ndiqni dhe histori të tjera imigrantësh që janë përshtatur shumë mirë edhe kanë ecur përpara, kështu që nuk jam vetëm këto histori, por ne sot të përqendrohemi vetëm tek viti i parë. Dhe para se të lidhemi me Elin, që është nga Toronto, që po na pret në linj, dua t'ju kujtoj që Dalina Show do rikthehet prap vitin tjetër, dhe ne natyrisht do bëjmë edhe disa ndryshime të vogla, të shohim çka ka ecur shumë mirë, çka mund të shtojmë gjëra të tjera. Pra është një punë e vazhdueshme, edhe pse do të ketë një pauzë, do jetë një punë e përditshme këtu në redaksinë e Dalina Show. Ndaj është shumë e nevojshme që të jetë edhe mbështetja juaj, të jetë aq e dukshme sa edhe puna jonë që është çdo të enjte dhe do të jetë në vazhdim. Dhe kjo mbështetje tek ne përkthehet me subscribe. Kështu që lutem, bëni një subscribe në kanalin Andale dhe mund të shkoni si thash në playlist për të ndjekur gjatë pushimeve, mund të ndiqni dhe episode të tjera, jo vetëm të Dalina Show me histori, por mund të ndiqni dhe intervistat që un kam bërë me disa personazhe të njohur, të personazhe publik,
por edhe të verës një ndërtosh dhe me Jonën që janë edhe ato shumë informative dhe shumë interesante dhe kanë ecur shumë, kanë pasur shumë interese dhe historitë e verës, pra intervistat që kanë bërë me specialistë të fushave të ndryshme. Do kthehemi tek Eli, e kemi në Toronto. Eli? Përshëndetje. Mirëmbrëma, po flet nga Toronto. Po, mirëdita. Mirëdita. Si është koha aty njërë? Po, sot ka dal dielli. Por me thënë drejtën kam nxjerr vetëm me gishtit në balkon, nuk është shumë ftohtë. Është shumë ftohtë. Ka filluar bora apo? Po, bora patjetër. Po, patjetër aty. Ka filluar. Me zi pret në këto zona. Ka filluar që në nëntor. Më pëlqen bora, po. Më pëlqen Kanadaja. Së pëlqen Kanadaja. Po, ti ke 10 muaj ke që je atje. Po, 10 muaj. Okej. Po. Për ta kuptuar dhe njerëzit, pse shkove atje në 2025-ën? Çfarë të roqin Toronto? Në 2018-ën, ku vllai burit tim, dhe ne nuk është se kishim ndonjë jetesë wow në Shqipëri, dhe kur ai filloi të rregulloi për vetë, na tha që okay, nëse doni vini, atëherë mund t'ja u gjejmë mundsinë edhe ju. Shumë okay, shumë dakord, që të dy edhe unë e buri. Madje mendoj që do vim, kontaktova dhe me avokat, pagova parë, tjera. Pastaj në 2020 era pandemia, pas 2020-s mua më bëri viza turistike dhe erdha dhe vizitova Toronto për të parë edhe ç'a bëheshte. Po aty ishte gjithë zhgënjimi. Nuk pëlqeu absolutisht, nuk më pëlqeu jetesa. Do të thotë që është shumë jetë amerikane, nuk i ngjan fare Europës, paktën ato në Europë sa kisha vizituar unë si turiste. Dhe nuk është se më pëlqeu absolutisht atë gjë këtu. Kur u ktheva i thash bashortit, unë nuk dua t'iki, mua nuk më pëlqeu Kanadaja, nuk e bëj sakrificën unë, sepse mendoj që do vija unë pas meje, pas një periudhe ndoshta një pare mos më shumë do vinte dhe bashorti im edhe sa. Edhe ai tha, ç'a ishte ky vendim? I thash po, mua nuk më pëlqeu, nuk dua t'iki të jetoj në këta. Jo, tha, nuk, unë tha e kam kuptuar që ne po e bindim veten që do iki, nuk kemi asnjë të ardhme këtu, shiko ç'a pagash kemi, ç'a punësh kemi, ç'a jetë kemi. I thash, okay, nëse ti ta bësh sakrificën bëja, unë nuk e bëj. Dhe do që e solli fati që ju dha mundësia atij donte një kontratë pune, pa hequr gjitha sakrificën që më duhet ta hiqa unë. Edhe ja që erdhi në 2023 në tetor, buri më erdhi këtej, filloi të jetonte, të prate, ishte hera e parë me thënë drejtën që ai dilte jashtë. Edhe kështu kaluan ditët, kaloi një vit e ca, po mundoheshim të bënim momentat për bashkimin familjar. Edhe unë lutem inshallah nuk bëhet ai bashkimi familjar. Duam që të na pëlqente që ishim me gocën vetëm, bënim çfarë donim. E organizonim ditën si donim. Ishte ajo jetesa në Shqipëri që ti je në punë, por në shtëpi dhe përsëri bën punën e dytë në shtëpi. Sepse fillon me gjitha angazhimet e familjes, ndërkohë që unë isha okay, nuk më duhet bëja shumë, se kisha burin aty me gocën në rregullosha kollaj. Erdhi dita që duhet edhe ne të vinim te bashkimi familjar u bë. Ne ndërkohë erdhëm dhe një tjetër më përpara se sa të vinim pas një viti e gjysmë. Erdhëm si të dyja me gocën për të vizituar burin patjetër. Unë mbaj mend që atë ditë që duhet të vija, vetëm kisha një shtrëngim gjoks. Isha shumë e stresuar, e dija që vetëm për 15 ditë, se 15 ditë kisha marrë nga puna dhe gocës nga baja kisha marrë vetëm për 15 ditë. Po nuk e di pse ndjesha keq, madje me gjyshen kam marrëdhënie shumë të mirë me gjyshen time, dhe i thosha asaj që nuk e di, kam një shtrëngim këtu në gjok, sikur më diçka duhet vetë të bëj një eko, se si ç'a më dhëm. Edhe ajo më tha, nëna, nuk të dhëm asnjë gjë, ke thjesht stres. Ti po shkon tek buri jot, ndërkohë që mua më duket sikur ku po më çonin, kupton? Se nuk e di se çfarë ka një vibe Kanadaja këtu, ose të paktën mua më ndodhur që sa kam zbritur në aeroport, nuk ka një të mirë, nuk kam djerë diçka si që më ka ndodhur të zbres në para aeroportet e Europës. Kurse këtu sa kam zbritur ajo koha nda e zymta, nuk e di, ka një gjë që nuk më pëlqente. Edhe kur erdha që takova burin, qenë shumë në stres, madje kam qarë, njerëzit që kisha këtu të gjithë më thoshin, po shiko, mblidhe mendjen, i thoshin gocës, më vjen mami që të vi, sepse unë erdha dhe i thash, unë nuk jam e vendosur, nuk e di çfarë vendimi, do të thotë nuk e kisha marrë akoma vendimin. Gocës i pëlqej, se fëmijë 10 vjeçe,
dolëm, bëm jetë pisti, e shëtitëm Kanadan, shkuam Niagara, fletëm në hotel shumë të bukur atje, me pamje, dhe me thënë që të them, okej, bukurit që mua në sy me thënë drejtën, por gocës i pëlqyen. Dhe ajo vendosi që, okej, kur e pyeta mame si mendon ti që ne të jetojmë në Kanada, pasi u kthyem. Më tha, po, mua më pëlqen të ikim të jetë. Dhe plus që kemi dhe babin edhe duhet që të shkojmë të bashkojmë me babin. Por e di çfarë ka ndodhur Darina pas kaq muajsh, edhe goca nuk është se e ka gjetur veten me thënë drejtën, por e ka thënë një ditë, o mam, unë për zotin bëhem pishman që e thash atë ditë po. Do me thëmë, mallkuar qof dita, tha, unë e thash po, ne do shkojmë të jetojmë në Kanada. Ashtu, a? Është në shkollë goca atje? atje? Ajo nuk është se, po është në shkollë, është në klasën e 6, nuk është se e ka gjetur shumë mirë veten edhe ajo, nuk është tipi ndrojtur. Tha, këtë gjë e ka, por ndoshta do që t'jetë pak tip më lider, që t'ketë pak shumë hapësirë. Ka një shoqë aty pas që unë nuk dua të paragjykoj asnjë absolutisht, por fakti që vazhdime bën që të ndihet keq, kjo gjë nuk më pëlqen. Ajo ka thënë unë jam lesbike, familja ime di, e gjitha me radhë, dhe ne nuk është se kemi ndaluar gocën që të ri me të, po ajo i ka një lloj presioni që mundohet t'ja marrë shoqet e veta, t'ja marrë gjithë edhe ta lejë, sepse e shikon që kjo nuk bindet dhe të shkoj të bëj si çdo ajo. Dhe gjithë fillimin e shkollës, një muaj e ca goca ishte shumë e stresuar, shumë e mbitur, edhe nuk na thoshte dot asgjë dhe ne se e shikonte që unë për veten time, domethënë nuk kisha asgjë kundi edhe nuk më thoshte dot asgjë dhe mua se nuk donte që të më ngarkonte. Se di domethënë ç'a ku ta lë. Tani çfarë je duke bërë këtë moment? A punon si e në Kanada? Për momentin shkoj në një parukeri që e kam këtu afër te lagja. E kam 5 minuta me këmbë, duke qenë se unë nuk kam akoma një makinë këtu. Dhe unë kam zgjedhur që të shkoj sepse atë e gjeta direkt që muajin e parë që erdha, për të dalë nga shtëpia, për të mësuar pak gjuhën, se nuk është se ne erdhëm me nivel gjuhë të mirë me thënë drejtën. Ndoshta unë nga që nuk doja që të vija dhe s'doja të bija asnjë gjë gati që të vija këtu dhe as gjuhën madje të mos e kisha. Domethënë ti je në parukeri, Edhe aty ç'a bën? Kre flok, lyen, ndihmon, asistente, recepcion? Po, jo, unë jam tek pjesa e spas, do me thënë manicure, pedicure, face trading, e gjitha këto pjesë të tjera dhe po i bëj edhe futem edhe kur ka nevojë tek pjesa e parukerisë, tek krehje, te larjet e kokës, te aplikimi i bojës. Se po e shoh që atë që më fal, atë që ke bërë në Shqipëri është tërësisht e ndryshme, ke mbaruar ekonomikun dhe ke punuar në institucion të rëndësishëm shtetëror. Po. Për 10 vite. Atje mësove të bëje këto të parukerisë? Jo, atë idea i kisha mësuar hallën parukere para shumë vitesh, që kur kam qenë e vogël. Thjesht e dija ta bëja. Këtyre këtu thash që di, kam punuar në Shqipëri kur vajta u prezantova, por në fakt doli pastaj që u kuptoj që unë nuk e kisha bërë, se kisha ushtruar si profesion, thjesht e dija ta bëja atë gjë. Po bashkëshorti si ndihet, si është? Bashkëshorti im aty ishte menaxher në Shqipëri edhe këtu punon në ndërtim. Si të gjithë burrat që punojnë në ndërtim. Okej, lodhet, por ndihet më mirë. Ose ndoshta ai ka thënë vetë që këtu është më e mira dhe i duket e shikon me këtë sy. Nuk e di domethënë çfarë i ndodh atij. Punon në ndërtim kështu si punonjë si thjesht. Më të mirë. Punonjë si thjesht ndërtim. Si karpentier. Po punojnë së ndërtimi. Kur erdhi në fillim nuk dinte si të mbante as ato që kiçin, s'kishte bërë ndonjëherë në jetën e vet këtë lloj pune. Por këtu përshtat, edhe e bën, vazhdon e bën, sepse është punë e paguar ndërtimi në Kanada. Pothuajse këtu të gjithë meshkujt punojnë në ndërtim. Ata që janë më të thjeshtë arrin që hapin firmat e tyre. Po, qartë. Tani kam një pyetje unë, duke qenë se bashkëshorti yt këmbguli dhe ti në fillim e mbështete sepse e pe që ai e ndjen që të iki. Tani kur ikën në një vend, përveç se të rish në një vend ose rrugës, ndoshta mund të krijosh edhe një plan që ku do më çoj mua, a do ri un punëtor ndërtimi apo do shkoj diku. Ç'a plani ka bashkëshorti yt? Ç'a do bëjnë në Kanada? Ky është plani vet që ne, kjo është vështirësia që ne hasim në fillim, sepse sa kemi ardhur nuk kemi shumë kohë, por me kalimin e kohës ne do arrim t'ja dalim si gjithë të tjerët. Ai pretendon që
të hapi vetë një firmë e vetë në ndërtim, ose të punoj në kuzhinë, ose të hapi vetën. Po si e sheh kështu? E sheh të përshtatur, domethënë kur vjen në shtëpi kur flisni, shfryhet apo është okay, domethënë i ka mësuar gjëra? Nuk është, Odalina, ne jemi rritur bashkë, se kemi 21 vite bashkë, por nuk është tipi, unë e kuptoj pa diskutim, se e kuptoj që në sy, por nuk është tipi që të flasi shumë, që të hapet shumë. Plus që e shikon që jam unë ajo që ankojmë dhe ai nuk ankohet, thot okay, kjo është gjëja, e thot gjithmonë unë jam tip që përshtatem. Kur e flas me shoqet e mia, me njerëzit e mi që nuk po e përballoj dot, nuk, domethënë s'po e gjej dot veten, nuk më pëlqen. Të gjithë më thonë që po pse nuk flet me burrin? Flisni të dy bashkë edhe shikoni çfarë vendimi do merrni, çfarë do bëni. Po unë këtë gjë nuk arrit dot, nuk arrit dot të flas me të, sepse sa herë unë i them që okay, çfarë do bëjmë, këtu nuk rihet, do ikim, ai thot, okay, në rregull, dale prit. Okay, mirë prit. Okay, mos e hap këtë muhabet sot se nuk më pëlqen, sot jam i lodhur, prap me këtë muhabet, se ndoshta e di se ku do arri ky muhabet dhe nuk do që ta diskutoj, si e shpret që unë të filloj të mësohem. Po vajza është ankuar te Jati? Pa diskutim që ai e shikon edhe vajzën që është në këtë lloj faze, edhe që nuk është shumë e kënaqur, po mendon që vajza është e vogël edhe do mësohet edhe premisat për të ardhmen e saj janë këtu. Ç'a kujton një moment shumë të vështirë aty që mund të thësh vetes që ç'a jam duke bërë këtu, dua të iki nesër, marr valixhe të iki. Pasi erdha, pas 3 muajsh, unë u ktheva në Shqipëri, sepse pata një gëzim familjar. Edhe ja u bëra surprizë, nuk u kisha thënë atyre të shtëpisë. Dhe kur erdha në Shqipëri, kisha prer biletën vetëm për 2 javë, ndërta 3, sepse nuk mundesha dot që të vija lart, edhe aty pash se çfarë kisha humbur. Do të thotë çfarë kisha lënë dhe çfarë isha unë duke jetuar në Kanada për momentin. Aty pash punën, jetën, shoqërinë, familjen, dhe kur erdha pastaj përsëri në Toronto, erdha në një gjendje psikologjike jashtëzakonisht të rënduar. Isha realisht shumë e rënduar. As nuk haja, as nuk pija, dhe uj nuk e kaptoja dot, e kisha, nuk e them në stomak, unë e kisha kështu si të ngjeshur. Zgjohesha në mëngjes edhe i thosha vetes që ua fli prap, sepse nuk e, domethënë zgjohesha, e shikoja që isha këtu, nuk isha në Shqipëri dhe mundosha, i thosha vetes fli, mos e mendo. Qaja, përpolitesha, më dukej sikur asnjë nuk më kuptonte se ç'a doja unë. Nuk më ndihmonte askush. Më dukej sikur isha duke u rrëzuar në një huner dhe askush nuk mundoi të më jepte dorën të më ngrinte. Por në fakt nuk kishte ç'a më bënte asnjë gjë njeri. Nuk mundej dot të më bënte asnjë gjë njeri, sepse mua ashtu më punonte truri gjatë gjithë kohës. Që pse erdha, vetëm i thosha vetes pse e more këtë vendim, pse u tregove ti kaq e dobët, edhe vendose që të vish sepse bashorti ju donte që të ikte dhe ti the okay, në rregull, po iki. Shiko, ti the diçka që më ngeli në mendje, the që kur bashorti iku para ti ishe me gocën, dhe në një moment edhe u mësuam. Pra sikur u mësua dhe pa të. Tani që je atje. Po, mësuam edhe pa të. E ke diskutuar këtë me veten tënde, të mi, e ke menduar ndonjëherë që unë do të kthehem edhe pa të është okay? Po, pikërisht. Kur erdha, fakti që e nisa ta thosha që isha shumë rënd psikologjikisht, fillova të qetësoja veten vetëm sepse po i kisha dhënë kohë vetes deri në janar që unë të merrja një vendim dhe i thashë dhe bashkëshortit që shiko, unë jam këtu deri në janar, ose më saktë do e shty deri në janar dhe atëherë do e marr një vendim se çfarë do bëj. Nëse unë do ndihem përsëri kështu siç jam, të këtij viti, të 2026-s, po. Nëse unë ndihem akoma kështu siç po ndihem sot, të merr si shkeq, unë nuk e shikoj fare të ardhmen për të qëndruar këtu, unë do të kthehem me gjithë vajzën, sepse ne të dyja nuk ndjehemi mirë. Nëse ti do që vërtet sakrifica që bëre për familjen, për ne, për gjithë, të mos shkoj dëm, sepse ne e kemi vështirë edhe për të bërë dokumentat për PR dhe që të mos na humbasin ato dokumenta, okay, ti qëndro dhe unë e goca kthehemi, por ai këtë gjë ka frikë, prandaj nuk do të bisedoj me mua, sepse nuk do që ai të qëndroj vetëm këtu pa ne. Dhe ai pikërisht këtë gjë nuk do. Domethënë unë mendoj që unë të kthehem prapë me gocën, madje edhe goca ma thot shpeshherë me shaka, mami, ikim ne të dyja? E se mori se valixhet i kemi gati, mos e thoj 2 herë. E vështirë kjo ta mendosh, që ti thosh burrë grua, se Toronto dhe Shqipëria nuk është një fjalë goje, janë shumë larg. Edhe distanca,
Por ai që është më e vështirë në fakti që janë dy njerëz me dëshira krejtësisht të ndryshme. Dhe kjo ka ndodhur në shumë histori që ne kemi dëgjuar këtu dhe histori që ti nje. Janë disa sakrifica dhe s'ke si ku në çfarë pike do puthen këto dy njerëz, të cilët këto kanë bashkë mbi 20 vjet, që janë puthur në shumë pika të tjera përbashkëta, janë martuar, kanë fëmijë, janë shok, se janë njohur prej vitesh. Po kjo është një vendim që kush duhet ta lëshojë, se mund të jetë ai i palumtur në vendin e vet, dhe kjo e palumtur në një vend tjetër. Emigrimi është një, kur bëhet sidomos në familje, është një projekt i përbashkët, që do thotë duhet merret një vendim që i kënaq të dy. Por në këtë rast duket se është e pamundur, edhe në shumë raste që un kam trajtuar, kam kuptuar sidomos në rastet e çifteve dhe marrëdhënieve, është që emigrimi nxjerr në pa pikërisht problematika që ekzistonin që më përpara. Këtu kemi një mungesë në komunikim. Një validim, siç themi ne, ose pranim, ose kuptim të ndjesive të njëri tjetrit, çfarë përjetohet. Dhe duket se Eli duhet ta përballë vetë këtë pjesë. Ajo është një emigrant edhe në shtëpi, jo vetëm në një shtet. Nuk kuptohet, as nuk i jepet e drejtë për atë që duhet mos e ka nevojë të jetojë. Ajo është drejt ose afër një vendimi që do t'i shkojë përshtat më shumë nevojave të veta, por kjo do të thotë ndarje. E ndihmon fakti ndoshta Elin që edhe vajza nuk do të rri aty, se po të ishte në fakt kisha një pyetje për Elin këtu, nëse ta kam lënë Elin. Nëse vajza duke parë gjendjen tuaj mund të jetë ndoshta ndikuar që mospranimi për vendin është vënë re, pra ti e komunikoj shpesh, vajza ka dëgjuar dhe mund ta ketë kuptuar si dakord edhe mua s'më pëlqen, apo mendon se është nga eksperienca e saj atje në shkollë, në shoqëri? Po, në përgjithësi mua këtë më thonë që, goca ndikohet nga ty, se të shikon ty që ti je e palumtur ose ti e shpreh shumë që nuk të pëlqen vendimi që ke marrë, dhe ajo ndikohet nga ty. Po në fakt, ajo ja kishte thënë këtë gjë kunatës time në kohën që unë nuk isha këtu. Unë isha kthyer në Shqipëri dhe ajo ishte këtu me babën e vet, edhe ishin duke jetu ditët e lumtura kur janë të dy bashkë. Dhe i kishte thënë kunatës time që bëra gabim që thash po dua të vi jetoj në Kanada. Çdesha unë më thaft goja mua që unë e thash këtë gjë. Dhe ajo nuk është se po i pëlqen këtu, thjesht është e lidhur pas telefonit gjatë gjithë kohës, flet me shoqet që ka pasur në Shqipëri, flet me familjarët, ndje ka ndale non stop gjithë ditën. Do të thotë që domethënë e gjen një pikë të përbashkët me Shqipërinë. Sepse ajo ndoshta e ka nevojë që ta ndjejë atë gjë, sepse dhe ajo ndjeshte shumë mirë në Shqipëri. E thotë që unë në Shqipëri kisha shumë shoqe, kishim një jetë shumë të bukur, lëviznim gjithë fundjavën, ndërkohë që këtu thotë e gjen domethënë nga e shtrirë në sallon, në kuzhinë, tek dhoma vet, po prap tek dhoma e gjumit. Thjesht është bën një jetë sedentare, pa lëvizje, sepse ne këtu jemi vetëm. Nëse do ishte një vend tjetër, do ishte ndryshe për ty? Se besoj se do ishte ndryshe. Ti nuk doje të largohesh gjithsesi? Jo, se kam menduar kur unë emigracionin. Unë kam qenë ajo që tallesha me emigracionin, në thonjza tallesha, do me thënë që nuk e kisha menduar kur. Unë isha rritur me idenë që do mësojmë, do mësoj, do shkollohem, do marr një profesion, do ushtroj atë profesion në vendin tim. Se ndoshta njerëzve ju pëlqen se të gjithë ma thënë këtë, ua Kanadaja është shumë e mirë, po varet çfarë kanë lënë, nga çfarë kanë ikur. Nga çfarë kushtesh, nga çfarë ambienti shoqëror, nga çfarë niveli social kanë ikur, nuk e di, nuk dua të paragjykoj njeri absolutisht, por mua varet se çfarë do, çfarë kërkon. Në të dy zetat ti nuk ke më nerva t'ja nisësh gjuhës nga fillimi, shoqërisë nga fillimi, jo që ku do ta gjesh një shoqërinë këtu, po e zëmse. Shoqërisë nga fillimi, profesionit prap nga fillimi, e shumë çka. Po, patjetër që edhe mosha është një element shumë i rëndësishëm kur bëhet fjalë për përshtatjen edhe rifillimin nga e para, siç po e shpreh. Po pjesa e komunikimit me partnerin ka qenë e tillë edhe kur keni qenë në Shqipëri? Gjatë viteve gjërat fillojnë edhe bëhen pak a shumë më të ditura. Do të thotë nuk ke nevojë shumë për komunikim, sepse ti e njeh tjetrin aq mirë sa thjesht edhe një shikim të mjafton për ta kuptuar se çfarë është duke menduar ose çfarë do të bëj veprimin e radhës. Por çështja është se ai e di shumë mirë se çfarë tipi kam unë. Dhe nuk është se do që të ulemi të shtrohemi dhe të bisedojmë. Patjetër jemi ulur, jemi shtruar në disa raste, por në këtë rast nuk do që unë të filloj dhe të marr një veprim të nxituar. Është ajo që the ti çfarë që unë i di të gjitha
veprimet që unë do marr, unë e di se ku do ven. Edhe ai e di se ku do shkojnë. Nëse unë iki dhe e lej atë, e këton unë lë një hapësirë të madhe që pastaj ajo hapësira nuk e dim se çfarë do ndodhi më vonë. Ne pak a shumë e dim të dy, jemi gjatë të rritur për ta kuptuar edhe për ta logjikuar gjithë situatën që ndodhemi. Ai këtë gjë nuk do, ai thjesht pret që unë të mësohem me faktin e të qëndruarit tu dhe të filloj të investohem për të qëndruar këtu, sepse unë jam në një situatë tani kështu si pezull. As nuk dua të investohem, as nuk dua të bëj asnjë gjë sepse nuk jam e lumtur. E vërtet që edhe sikur lekët të kisha unë këtu, ti kisha lekët me shumicë, ku di unë të bëja një punë që do t'i fitoja për një muaj gjithë ato që mund të fitoja për një vit në Shqipëri, mua nuk më kënaqen dhe nuk më interesojnë dhe nuk dua t'ja di. Sa i them ndonjëherë, a nuk dua t'ja di a kemi të ham sot në darkë apo jo, a kemi bukë të ham apo jo. Nuk më interesojnë kur unë nuk kam e këti ndaj këto gjëra. Nuk kam e këti ndaj këto lek. Eliti përmende atë periudhën 3 javore që ke qëndruar në Shqipëri dhe aty u bëre më vedishme se çfarë të mungonte. Para atij momenti sikur ishe futur pak për ta pranuar qëndrimin atje apo gaboj. Po, fix, kështu është. Dhe unë i kisha thënë vetes që okay, ti do shkosh, sepse shiko, kam një shoqe që më njeh shumë mirë, jemi rritur bashkë. Edhe ajo gjithmonë që flas me të më thotë që mos haro për çfarë u nise, mos haro qëllimin, pse ike. Sepse i them pse ika, pse mos haro për çfarë ike. Unë në fakt e di për çfarë kam ikur. Pa çka që e dija se çam priste, e dija që nuk do isha mirë, nuk do isha e lumtur. Por kam ikur vetëm për vajzën time, sepse nuk dua që një ditë kur ajo të rritet të më gjykojë ashtu siç ne gjithë i gjykojmë prindrit tanë, për një veprim ose për mos veprim. Nuk doja që kur ajo të rritej të më thoshte që ti nuk ma dhe mundësin mua të më çoje në një vend të madh si Kanadaja që unë të studioja dhe të rritesha atje, sepse zgjodhe lumturinë dhe mirëqenien tënde psikologjike të momentit, sepse ti ishe mirë në punën që ishe dhe me shoqërinë që ishe. Dhe vetëm për këtë gjë unë kam ikur, për t'i dhënë mundësinë vajzës. Por e shikoj që dhe ajo nuk po e bën jetën siç e bënte në Shqipëri, nuk është as ajo realisht e lumtur. Se ndoshta po të ishte dhe ajo e lumtur, edhe unë do thosha okay, të paktën ja vleti sakrifisa që bëra dhe kam një fëmijë të lumtur, edhe po jeton në një vend që i pëlqen që të jetoj. Po unë shikoj që gjithë kjo sakrifisa nuk është se po shpërblehet në ndonjë moment. Nga puna, nga jetesa, nga të ardhurat, nga fëmia. Dgjoj një pyetje të ardhurat, meqense një arsye kryesore është ekonomike, pse ikin njerëzit. Si janë të ardhurat aty bashkëshortit tënd? Ndoshta janë dyfishuar krahasuar me Shqipërinë, por aty duhet punoj që të mbaj gjithë familjen, sepse unë tek puna që shkoj, nuk është se fitoj ndonjë gjë, unë thjesht nxjerr shpenzimet e mia, nuk është se kam ndonjë punë shumë të paguar, dhe aty duhet që të mbaj gjithë familjen dhe nuk është se ne përshikojmë ndonjë benefit nga të ardhurat. Se dhe qirat janë shumë shtrenjtë aty, nuk e di tani, po ka pas një krizë. Po, janë shumë shtrenjtë, janë shumë shtrenjtë realisht. Dalina këtu dhe ushqimi kushton. Sepse këtu lekët nuk ke ku ja gjosh përveç se faturave, qirase dhe supermarketit. Këtu një i vajtu në supermarket të shkon ku diun $350-400. Thjesht për të mbushur barkun, për të ngrënë, për çfarë? Ju jetonit me qira në Tiranë? Po, me qira jetonim. Për asaj qirase dhe për asaj shtëpisë kemi ikur. Po, ke cituar që është një nga arsyet. Po pse ishte kaq e vështirë të merrni një shtëpi, të blije një shtëpi me kredi? Ne dhe kur na doli kredia e bashkisë në 2018, çmimet e shtëpive ishin më lartë se ne nuk po pretendonim në një zonë shumë të mirë në Tiranë, jo, atje në Zberisht ku jetonim. Në Astira, ku diun, lart nga fresku. Edhe kredia që na doli, ne nuk arrinim dot të plotësonim lekët për shtëpinë dhe e gjetëm dhe shtëpinë, i bëm gjitha ato procedura, erdhi banka e pa, e vlerësoi dhe si përfundim nuk e morëm sepse na duheshin edhe gati 12.000 euro më shumë se sa lek në nxorin e bashkia. Kuptoj. Edhe iku dhe ai muhabeti shtëpisë, pastaj çmimet aty po riteshin dita ditës, o 2 fishuan, o 3 fishuan. Simi që kemi ne me shtëpitë dhe blerjen e shtëpive ha çik diskutim. Pjesë shumë madhe të botës në fakt, edhe kur janë çifte të reja dhe për shumë vite edhe me qira dhe ka dhe njerëz biznesi që thonë është më mirë ndonjëherë me qira se sa ta blesh. Si fillim se dhe shtëpia nuk është dhe një investim i madh, se dhe ai amortizohet shtëpia jote, por kemi çik shu fiksim. Gjithsesi unë them Jona që përtej pjesës së shtëpisë ja tash filloi dhe u ngarkua dhe nga Shqipëria, se edhe ka ato kërkesat e veta. Idealizmi për Shqipërinë. Po. Tani jeni kur fillove flasësh për ekonominë dhe shtëpinë dhe ti u ngarkove tani.
Pa diskutim Dalina, po kur shikoj se çfarë situate ke këtu, si ndjehesh këtu shpirtërisht, e kupton që them, ok, isha shumë mirë me qeratje, po të pak të ndjesha mirë. Shiko, kam filluar të mendoj jeta është shumë e shkurtër, që ne ta kalojmë vetëm dhe ta kalojmë kaq të dëshpëruar. Nuk i dua fare as shpinën, as pronat, as lekët, kur unë nuk jam e mbushur, kur unë nuk po jetoj dot ditët e lumtura. Po më duket sikur jam duke jetuar jetën e dikujt tjetër, jo jetën time. Unë jam me ty te kjo pika dhe mendoj që gjithë bota sot është me ty, po ky nuk ka qenë diskutim i imigracionit për shumë vite, mund të ketë qenë një gjë e brendshme, por nuk e ka guxuar të artikulojë njëri deri vitet e fundit. Unë më bëj një çik përshtypje them, ose ndoshta është ajo shpresa që ka se diçka do shpërthej ande do bëhet shumë më mirë se këtu. Sepse është dhe pak Shqipëria nuk është më e 20 viteve më parë. Njerëzit nuk janë më të izoluar, mund të gjejnë mundësi dhe brenda Shqipërisë, ose mund të gjejnë mundësi brenda Shqipërisë, ose mund të lëvizin, mund të bëjnë. Nuk është si atëherë që shkoj nga Kanada, ka shkuar 2 herë para, ka shkuar dhe gjatë ndënjes, nuk ka ndodhur të më para. Iknin edhe vetëm kur t'i shifjen pas 4 vjetësh. A beson ti që bashkëshorti i saj ka tek ekonomia më shumë se sa dhe si burra do ta ketë të vështirë ai të kthehet si mashkull, domethënë krenaria e tij e njeriu që mundson. Patjetër e përmendëm edhe kur filluam bisedën bashkë për pjesën e emigrimit, që kthimi është një tjetër lloj traume. Do ta kuptojmë që shumë psikolog emigrimin e quajnë traumë. Po. Pasi përjetimi është shumë i thellë, sidomos në rastin e Edit që nuk e dashur të shkojë. Partneri që mund ta mendojë ndoshta të kthehet, por është pjesa e përballjes këtu, si do gjej veten nga e parë. Pra dhe këtu është një fillim i ri, nuk është siç e kanë lënë më herët. Pjesa ekonomike është arsye kryesore pse njerëzit emigrojnë. Shumë pak ose të paktën ato që ikin për kënaqësi është një tjetër lloj përjetimi, sepse marrin me entuziazëm. Por në këtë rast është përballje e vështirë atje, përballje e vështirë këtu nëse do kthehen. Shiko, ti ke vënë një ultimatum bashkëshortit për në janar, ndërkohë që ti ke 10 muaj aty. Dhe po bën një jetë të njëjtë të përditshme. Nuk është se ka ndryshuar diçka, nuk është se zakonisht ultimatume kalojnë një fazë prove, komunikimi, premtimi, kurse ju e keni shumë vizore, po them unë, e keni gati të njëtrajtshme, të gjithë udhëtimin tuaj që nga ardhja në Kanada, pra keni marrë shtëpinë, ti ke vazhduar parukeri dhe nuk ka përpjekje tjetër. Ti e ke thënë edhe gjatë rrëfimit që ke bërë në letër që ti nuk ke përpjekje dhe nuk ke dëshirë të mësohesh aty. Pra ti ke numrin e ke shqiptar të WhatsAppit, nuk dëshiron. Dhe unë, duke menduar se çdo gjë është pak a shumë e njëjtë, siç janë në familje është dhe biznesi, pra se që ka një plan, domethënë në diskutime që mund të bësh me bashkëshor, ti ke vënë ultimatum, por ti je ikur që tani. Ti mund të ikësh dhe sot. Mund të ikësh në dhjetor, mund të kishe ikur në korrik. Për ty, ai muaj janar, mua më duket sikur për ty muaj janar është thjesht një muaj që ke vendi si fillim viti, sepse është interesant, simbolik edhe fillim i ri. Dhe nuk e di se çfarë i kërkon ti bashkëshortit në këtë pikë, se ju nuk keni ulur të komunikoni dhe çfarë, sepse ai mund të ketë argument shumë të mirë, më lër ta provoj, ndoshta ne bëjmë, pra aty ishte diskutimi nga pika A te pika B. Hajde bëjmë sa lekë dhe ndoshta ne do blejmë shtëpi nëse shtëpia ishte gjëja. Edhe jeni në një shtëpi. Ky është një diskutim që kanë bërë shumë veta, e bën tani në vitet tani që ikin në jashtë. Marrin, blejnë shtëpinë. Prandaj po blie edhe kaq shumë shtëpi sepse edhe imigrantët po blejnë shumë. Kjo është një diskutim. Një diskutim tjetër është presim pak se goca do përshtatet. Pra ka disa piketa që vë njeriu përpara se të vë ultimatumin. Kurse ti je në ultimati e ikur dhe duke qenë se komunikon me bashkëshortin dhe ai s'ka çfarë të thotë sepse për 10 muaj ai nuk do e kuptoj kurrë nëse bën ai vendi apo s'bën ai vendi. Ai vetë nuk e di, është me të vetën. Ti i ke shkuar nga mbrapa në fillim, i ke thënë do vi me ty, çfarë ndjen ti, tash i thua ik, tani këtu mbetet vetëm nëse ai do të vi për ty. Është thjesht për mua çështje dashurie, kaq. Do të thënë dashurie, nuk e di si përkthehet në psikologji, po është vetëm dëshira për të parë tjetrin të lumtur. Por edhe ai do ke pikpyetjet e veta. Njëra nga arsyet pse unë kam thënë këtë afatin, pasi u ktheva ishte që unë duhet të qetësoja pak trurin tim. Edhe realisht të qetësohesha sepse ndjeja që isha shumë keq. Dhe unë duhet të kisha një arsye
që ti jepja vetes shtys që mblidhe mendjen sepse ti nuk, domethënë do vi një ditë që ti do e marrësh këtë vendimin. Kjo ndoshta ka qenë edhe fakti që unë thjesht e kam lënë kohës që të bëj të vetën edhe të shikoja do përshtatem dot. E para ishte kjo për anën time psikologjike. E dyta, unë duke qenë se punoj në një institucion shtetëror, ne kemi një status të nënpunësit civil që ne e pezullojmë atë për 2 vite për një arsye të vlefshme. Dhe unë vetëm brenda 2 viteve mund të kthehem përsëri në pozicionin e punës që kam qenë. Jo ndoshta pozicionin fiks, por po, është edhe kjo. E dyta dhe e treta, pse unë punoj në një ambient që vijnë shumë njerëz, me thënë ke tërkohën klienta të ndryshëm. Edhe po e shikoj që pas pandemisë është globalizuar gjithë bota, nuk është më emigracioni siç ka qenë dhe Shqipëria nuk është më siç ka qenë. Edhe Shqipëria po ecën me hapat që po ecën në bota. Edhe bota nuk është më, Europa, Amerika, Kanada nuk është më siç ka qenë. Çmimet sa vijnë, pagesat që ndrojnë në vend, qërat rriten, mundësia për të bërë dokumenta sa vjen dhe vështirësohet, ligjet në Kanada po ndryshojnë dita ditës. Dhe unë këtë gjë po e dëgjoj jo vetëm nga shqiptar që kam takuar, por po e dëgjoj edhe nga indian, nga Tadzhakistani, nga Irani, nga Kenya, nga Nepali, Është drejt, domos pas pandemisë Kanadaja ka ndryshuar të mersi shumë. Dhe të gjithë më pyesin kur ke ardhur dhe unë i them kam pak muaj. Po pse erdhe? Do thot këtë fjali ma thonë të gjithë që kanë nga 20 e 30 e kusur vite që kanë në Kanada. Edhe më thonë, kjo është periudha më e keqe e Kanadas dhe emigracionit. Dhe të gjithë mendojnë që pensionin do shkojnë të gjithë në përvendet e tyre. E kupton që të shkosh në Iran, në Pakistan, të kthehesh që vinë nga vendet të luftës dhe mendojnë që kur të dalin në pension do shkojnë dhe do jetojnë në përvendet e tyre. Do thotë që këtu nuk është askush i lumtur, pikërisht. Aty kanë shpirtin. Jemi të gjithë njësoj, do me thënë ne, jo se jemi ne shqiptarët se ne tërkon duam ta cilësem që veten më të mirë se tjerët, por në fakt jemi të gjithë njësoj, jemi të gjithë njerëz, jemi të gjithë me shpirt dhe kjo është një plagë që e kemi të gjithë bashkë. Do thot ashtu siç ndihem unë, ndihen dhe ata që kanë vite që kanë ardhur këtu. E ndihen veten vetëm dhe unë ri dhe mendoj them, ja vlen këto të ardhura, ja vlen kjo shtëpia që dua unë të blej në Shqipëri, duke qenë se unë do t'i shty dhe këto 20 vitet apo 30 vitet e ardhshme njësoj si këta, e pa lumtur dhe do pres ditën që të dalë në pension që të kthehem në Shqipëri, që pastaj nuk do e kem as gjyshen time aty, as prindrit e mi, as shoqërinë nuk do e kem më ku e lash, as familjen, as njeri. Edhe unë pastaj do jem emigrante në vendin tim në ditën që unë do dua të kthehem. Edhe unë nuk do më pres me asnjë gjë aty dhe pastaj do mësoj me faktin e të qëndruarit në Kanada dhe do filloj të përshtatem si gjithë. Unë pikërisht nuk dua të përshtatem sepse nuk dua të bëhem ky njeriu i ftohtë. Ky njeriu që se shiko të lën gjumë të gjitha gjërat në jetë. Të gjitha këto vuajtjet, këto streset, këto pakënaqësitë e përditshme, këto të lën gjurmë dhe ti vetë u fillon të bëhesh njeri pastaj më vetjak, më i pandjeshëm, më shikon vetëm atë anën tënde sepse thua kur unë isha duke vuajtur nuk kisha njeri aty që të më ndihmonte. Tani nuk më intereson se si janë të tjerët. Do bëhesh më i ftohtë nga familja, do bëhesh më i ftohtë nga shoqëria, pa diskutim, mua nuk do më pres më asgjë më në Shqipëri dhe do mësohem këtu dhe do filloj dhe do jetoj këtu sepse thjesht do mësohem. Unë nuk dua të mësohem. Shiko, Eli, në thelb ti ke të drejtën edhe ajo për mua është artikulimi është e vërteta, e shpirtërore. Njeriu është i lumtur, nuk e di si ta them në një mënyrë më të bukur, më të rafinuar, po sa që se ti do t'i them gocave që ta ndaj këtë pjesën, sepse ishte si një monolog më vete për emigracionin, edhe mosha, nuk është vetëm mosha, por është edhe synimi. Pra unë sa që mendoj që të iki, për shembull të mendoj të iki, nëse u do ikja në këtë moshë, synimi mi vetën do t'ishte ose unë të kisha një propozim fantastik jashtë, që të ishte në pozitën time dhe më i miri ever, dhe të isha në pozitat e çdo njeriu që u mendoj që, do të thënë, unë nuk e mendoj veten ndryshe nga të tjerët, kështu i kam thënë vetes, ose në rast se do merrja një shtëpi që të rrija afër fëmijëve të mi në një sezon të caktuar dhe gradualisht edhe mund të ikja. Pra ishte një zgjedhje që mund vinte natyrisht, sepse unë jam mësuar andej. Domethënë e ndjej, më pëlqen. Edhe pjesa ndërkombëtare ndjem si shusin në shtëpinë time edhe në atë zonë.
Por ndryshe unë këtë mosh nuk do lëvizje, pra në qoftë se ti nuk ke një synim, është shumë e vështirë kjo. Dhe sidomos që përmend nuk ka përfitime në qëndrimin që kanë atje. Edhe vajza nuk është më e lumtur dhe nuk merret ajo se si ose paktën pjesa ekonomike nuk është se po zgjidhet në një mënyrë të kënaqshme. Dhe motivimet edhe statusi, puna që ke këtu, shkolla është shkëputje e madhe. Shkëputje e madhe. Tani aty parukeri, me gjithë respektin për parukerin, po tjetra ka investuar. Unë ri dhe dëgjoj podcastet, të gjitha llojet e podcasteve që janë hapur në Shqipëri së fundmi, vetëm sepse dua që të kem kontakte me një dëgjim cilësor të shqipes. Ose ku diun të mos e humbas atë thelbin, sepse këtu dëgjon një shqipe shumë primitive nga ato që kanë vite që kanë emigruar, pa diskutim, nuk pa paragjykuar, nuk e them fare në këtë pjesën se kush jam unë si flasin këta, absolutisht, por thjesht për të ruajtur koherencën, për të mos humbur edhe atë pjesë të vetes që ti mendon që ti ke investuar, e këton ke studiuar, që ti nuk je ky lloj niveli, që ti të shkosh dhe të bësh atë manikyr, pedikyrin e ca njerëzve të huaj me ngjyra nga më të ndryshmet. Që kishe dikush që kishe prestigj, që kishe një status. Shiko, rrugës edhe mund ta gjej atë në qoftë se do doje. Më fal, mund të bëj një specializim. Atje në Toronto ka dhe shumë ti nuk je nga Tirana, po ka qenë një valë që ku është dhe tezja ime, që jeton prej 15 vitesh aty, ka qenë vala e inxhinierëve që shkuan në vitet, më duket 90-ta, në fillim të viteve 2000, që është një grup shumë intelektual, dhe ata në fakt ishin të parë dhe prandaj quhet Tirana-Toronto, që kanë rritur fëmijë të tjerë, tash ato çunat e tezës sime janë bërë, edhe ato janë në pozicione shumë të mira, por ka qenë një kohë tjetër. Ka qenë një kohë tjetër dhe sistemi këtu ishte ti nuk doje të ktheshe anyway, sa kishe mbaruar 97-ta. Nuk ishte vendi, kurse tashi nuk është dhe sistemi këtu që të shtyn. Të acaron, absolutisht dhe ky vend të acaron shumë, dhe ti thua vetë që ti nuk mundesh do të blesh një shtëpi me këto çmime që janë. Jo, kam shumë pak kënaqësi për Shqipërinë, pa diskutim, kam shumë pak kënaqësi. Ka shumë gjëra. Kam njerëzit e mi, kam jetën. Aty ka një lloj qetësie për ca gjëra që ty të bezdisin, po këtu të bezdis dhe dhuna. Të bezdis dhe ajo të lodh shumë. Edhe kjo pjesa e dhunshme që kemi në trafik kudo ku jemi, mënyra se si flasim. Kështu që ka gjëra që të bezdisin. Mbas shumë kohësh kur ti po të jetoj atje, do më thënë është dhe teoria tjetër që vinë me mall dhe rrim vetëm 2 javë dhe nuk rrin dot më këtu. Pra ka disa teori. Që se si ti atë artikulim që bëre para pak që thash është një monolog shumë i bukur, ajo është një vërtet që është e vërtet shpirtërore dhe ti përderisa ti je çuar zgupthi nga një lloj kënaqësie për të shkuar në një vend ku ti nuk ke asnjë lloj plani të dëshire për të shkuar. Dhe kjo matematika është matematikë shumë e thjeshtë. Unë dua të rri këtu, nuk dua të hiqi aty. Nuk kam as i plan të rri aty, nuk kam as i plan të investoj aty. Kam përfunduar këtu dhe dua të kthehem aty ku isha e lumtur dhe vetëm time. Kështu që matematika jote është për të kthyer. Tash vetëm ngelet që ç'a ngelet jona? Jo, e the, ka refuzim të madh ndaj vendit ku është, po edhe një frikë për të përshtatur atje. Dhe të dyja këto e bën të pamundur që ajo të vazhdojë. A mund të themi atë shprehjen që kemi qef neve që del nga filmat që duhet jemi bashk në të mirën e të keqe si partner apo dashuria triumfon. A ka vlerë tu që ta themi dhe këtë që ta heqim fiksimin? Ka vlerë nëse dhe pala tjetër është dakord me këtë pjesë, po duket se janë ndarë ato nevojat edhe të dy shikojnë çështjet e tyre. Më saktë Eli e ka thënë që në fillim që nuk dëshiron të shkojë, po partneri ka arsyet e veta. Dhe një pyetje, bashkëshorti yt ka qenë njerëz social, ai ishte i lumtur aty përveç pjesës ekonomike që të shtëpisë me qira. Si ishte ai? Çfarë bënte në Tiranë? Po kishte punë vet, kishte shoqërinë e vet. Kishte Pa shoqërinë. diskutim, ishte njerëz social, nuk kishte pozitën time, ndoshta. Okej, nuk kishte pozicionin tim të punës, por edhe ai kishte shoqërinë e vet, ambientin e vet. Por thjesht ai kishte thënë vetes unë dua të iki, nuk e shikoj dot të ardhmen në Shqipëri, ose ndoshta ne ndikohemi shumë nga të tjerë, Dalina. Ndikohemi shumë nga shqiptarët që ikin dhe pastaj ktheheshin në Shqipëri. Po, ka dhe vllajin, këtu vetëm një vlla ka. Po. Por të gjithë shqiptarët tregojnë ato anët më të bukura kur vinë në Shqipëri, të emigracionit. Patjetër, duhet të gënjejnë pak se edhe ju aty, duan të gënjejnë, po. Eli edhe ti me pseudonimi, që i kanë Po patjetër me pseudonim Dalina. Se dhe ti ndoshta i ke thënë pritjeve që jemi mirë apo nuk e di.
Jo, nuk jam tip që ata e din, po, ata rrezik presin ditën kur do kthehem unë. Më pyesin ndonjëherë kështu me spont, kur keni ndërmend të vini? A do vini për vitin e ri? Nëse lajmi mirë ky për Shqipërinë që presin të kthehen. Nuk ka qenë ky dikur. Shiko çfarë ti thua shtrurit, është ajo që edhe unë mbase nuk do isha në këtë fazë, në këtë situatë që jam, nëse unë do i kisha thënë trurit tim që okay, unë do iki, do e provoj, Kanadaja shumë e bukur, unë do e gjej veten, do studioj atje, do bëj diçka që ta gjej veten, që të mos rri në atë fazë që jam. Po unë këto gjëra nuk kam arritur t'ja them dot vetes, nuk ja them dot, nuk mundem dot. Nuk do dhe ka të drejtën mos doj. Patjetër. Ke shumë të drejtë mos duash, Eli. Eli e the e bukur ti, varet se si ka jetuar një njeri. Edhe sugjerime për imigracionin nuk merret, secili ka udhimin e vet, dhe kjo pjesa ka rënë edhe duhet bie gjithmonë më shumë, kjo fakti i turpit pse kthesh dhe suksesit që ikën, s'ka pse të jetë më ashtu. Fundja ti ke lindur në Shqipëri dhe shoket të duash vendin tënd se ndonjëherë ke turp me vën. Te themi në ndeshje kombëtare, po nuk e themi kështu, pse po rrin në Shqipëri? Pse rri në Shqipëri? Siç më thoshin mua pse u ktheve? Se di tash, është vetëm vendimi yt. Un anglisht është një shprehje play by the ear, luaj me vesh. Po ajo pjesa e komunikimit që ti ke dhënë ultimatum, Po edhe ai nuk flet. edhe ai që nuk flet, Të kaloj edhe janari, të vi qershori që të mbylli vajza shkollën. E këtë dhe unë tani jam duke u mësuar, po pikërisht nuk dua të mësohem. Nuk dua të më duket normale një gjë që realisht nuk është normale. Unë të jap vetëm një rekomandim, nëse unë ta them. Po, Jona, falenderoj. Mendoj se ke ngritur dhe një pritshmëri të vetes se si ti mund të kthehesh në një person të ftohtë, të distancuar, ndoshta nga mënyra se si tjerët e kanë përjetuar, dhe ti ke rënë kontakt, ti ke dëgjuar, po ndoshta mund mos jetë kjo. Ajo që ti do përjetosh, mund të jetë diçka tjetër. Je një jetë këtu, një jetë atje dhe një jetë që është vetëm për ty. Dhe mendoj se kjo duhet të jetë ajo që duhet t'i japësh më shumë shans mbase. Absolutisht, edhe unë jam dakord me Dalinën që themi, nuk duhet të rish atje vetëm sepse duhet të rish, pra është marrë një vendim. Nëse ty të bin qëndrimi këtu, absolutisht, por edhe qëndrimi atje, ndërsa je në këto kohë, aq sa kanë mbetur, pse jo ta shikoje në një formë tjetër, të lidhesh me gjëra të ndryshe sipas teje, jo sipas atyre që ke dëgjuar. Është sikur ta pastrosh mendjen edhe thjesht ta jetosh atë të shkuarin në parukeri, të bisedat me njerëzit atje, që nuk e di udhëtimet e tjera që ti realizon brenda vendit. Po Pra sikur të heqësh një kjo filtr është ajo të që krijuar. po pra nuk e kam gjetur veten edhe aty tek ai ambienti ku shkoj. Edhe më duket sikur unë jam shumë më shumë dhe meritoj shumë më shumë se sa vetëm aq. Ose pretendoj, kur erdhëm me gocën në fillim, mundohemi të gjejmë ambientet që ka shqiptar, dyqanet që shiten produkte që ne i gjenim në Shqipëri, që janë italiane kryesisht këtu, restorante të tilla, edhe mundohemi që të vëmë në për ambiente që e frekuentojnë gjithmonë shqiptarët, që të dëgjojmë shqip, në fakt sepse na ngjall një Je në kërkim të familjares, gjëra që kanë ndodhur janë të ngjashme. Po, edhe po, të njohura por për ty. këtu është edhe një fenomen që këtu shqiptarët nuk e duan njëri tjetrin. Nuk kam gjetur mbështetje nga askush, me thënë drejtën. Nuk është se kam ndonjë rrjet shoqëror shumë të zgjeruar, absolutisht, por përsëri këtu kam vëre që shqiptarët nuk e duan njëri tjetrin. Nuk e di çfarë problemi kanë, konkurrencën, nuk e di çfarë. nuk është se duan njëri tjetrin, sa edhe pak të lodhur, nga ndihma, ndonjëherë Nuk duan të përfshihen, po, me hallet e të tjerëve, po. Janë përfshirë shumë. Po edhe nga ana tjetër dhe vllai ju ndihmoi juve, vllai burri, domethënë në një lloj mënyre brenda familjes apo jashtë familjes ka plot shqiptar, se neve kështu kemi denjë të tërësh. Unë po kujtoja para ca ditësh që unë kam kaluar gjatë 97-s, kam jetuar në shtëpinë e shoqes mamit. Pastaj nga shoqja e mamit, e cila ishte në stres më vetes edhe ajo po kalonte depresion nga imigrimi, ishte këtu një super pozicion të lartë edhe atje priste bukët. Pastaj shkova tek shoku i ngushtë i babit. Dhe më kujtoj se si më ka mbajtur shoku i ngushtë i babit dhe gruaja që unë i dua shumë të dy. Më ka çdo ditë. Tu ishte edhe një vajzë, kishin dy çuna, isha edhe unë aty, çohesha, më bënte, më gatuante, më merrte me makinë. Domethënë pavarësisht se babi ndihmonte, domethënë si thua, bënte atë kontributin e vet,
por që të mbajnë në shtëpi dhe jam shumë falenderuese për këtë njerëz. Kështu që unë mendoj që shqiptarët kanë bërë shumë për njëri tjetrin. Realisht kanë bërë shumë. Por ka ca që janë të lodhur, ka ca që si çdo vend tjetër që nuk ta kanë Terezin. Ose duhet do kohë që të afrohesh sepse lodhesh kur të vjen më ndihmon njëri, më ndihmon tjetri, ti thua tash kupton se ke jetën tënde, ke hallet e tua. Po, mos e mendo ashtu sepse ka. Një nga ato është tezja ime, e cila do të thotë se duhet të qenë. Nuk i kam gjetur këta, ose ndoshta nuk kam gjetur ato që kam pritur që të gjej ose Eli, ato që do presësh. Vjen shoqëria që të më përshtatet. Po pritshmëria prandaj është gënjimi, se kemi pritshmëri. Pritshmërisë duhet kemi. Ti për momentin edhe një herë për ta mbyllur, ti nuk do të rish aty, por nga ana tjetër je vetëm në vitin e parë. Nuk ka se bëhet gjithmonë më lehtë. Edhe s'do bëhet kur vendi nuk bëhet. Ti i ke parë tani, ne shohim neve, ne ku ta gjejmë që na klikoj diaspora, është vetëm diaspora që shes shqip. Me qindra, me mira, me miliona. Ke parë spektakle reality Big Brother, janë 300.000 veta që rinë online, që shohin Big Brotherin çdo javë. Kam thënë shkova në Amerikë dhe prindrit e shoqes sime kishin televizorin duke parë Syri TV. Se kishin nuk e dija që kishte, se kisha parë ndonjëherë këtu e kishin lënë atje dhe shihnin çdo gjë të mundshme. Pra jetojnë me Shqipërinë, por aty kanë ca komoditete të tjera. Ti nuk i do ke argumenti yt është ky komoditet. E vetmja gjë është që unë të uroj është fat në diskutime dhe nëse ti nuk do fare dhe je pa lumtur deri në janar, se di, ktheu dhe mund të shkosh prapë apo jo, ke dokumentat. Ose ktheu kur të mbaroj viti shkollor i gocës, 3 muaj dhe 3 muaj. Për ta bërë një provë do ishte goxha mjaftueshëm, Vera. Pak a shumë këtë plan kam bërë me trurin. Një plan që? Pra një plan, jo janari tash, në mes të kalojnë ditët dhe ato gjërat ndryshojnë, por unë pak a shumë në konceptimin tim është kjo gjë. Nuk e di se sa bashkëshortim do ma pranoj këtë gjë, se e di që ka shumë të vështirë, edhe ta përballoj financiarisht. Është e vështirë sepse ai më dërgon edhe mua pa diskutim në Shqipëri, se unë punoj në punë shteti edhe punërat e shtetit dihet sa janë rrogat. Shikoj, Eli, unë duhet mbaj dhe veten këtu edhe të mbaj edhe neve. Unë nga zëri dhe artikulimi yt, realisht, unë nuk e di se çfarë punë, domethënë di çfarë punë bën, por nga zëri dhe artikulimi yt je një femër shumë e zgjuar. Je shumë e zgjuar. Unë nuk e di se sa ti ke pritshmërinë nga vetja jote, por kam përshtypje dhe ndjej që ti nuk e vlerëson veten aq sa realisht je. Se ne flasim me shumë histori, janë absolutisht shumë histori, domethënë janë fantastik me shumë gra që flasin, po ti hyn tek ato gratë që janë shumë të artikuluara dhe shumë e mençur. Dhe mënyra se si e ndërton dhe konceptin dhe logjikën që ke dhe inteligjencën, kështu që unë besoj që ti po besove në çik te vetja, do ta gjesh dhe aty në Kanada dhe në Shqipëri do jesh më mirë. Se dhe në Shqipëri bëhet lek. Të falenderoj shumë Eli dhe të uroj më të mirat. Gjë të mesme, ne mesme e artë. Të mesme e artë. Ju falenderoj dhe më shumë. Edhe unë sot jam veshur me gold dhe mesmja e artë do jetë dhe sot sepse këto janë vendime që ti nuk e di asnjëherë. Të kthesh në Shqipëri dhe pastaj ka